Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuara motra dhe vëllezër, takojmë përsëri në emisionin Rruga drejt Allahut, ku vazhdojmë të trajtojmë ato tema të cilat na ndihmojnë për të shkuar drejt fitores, për të shkuar drejt suksesit, të shkojmë drejt xhenetit. Emisionin e kaluar folëm për një armik, të cilin shumë e kanë trajtuar, por jo në atë formë siç ne trajtuam me hoxhën ton Enis Rama. Ishte shejtani. Në shoqërinë e hoxhës tonë të nderuar, në gjithë emisionet tona, vazhdo të jemi dhe sot për të vazhduar me një temë tjetër të rëndësishme, me një pengesë tjetër të rëndësishme në rrugën që kemi nisur. Hoxh, të uroj mirëseardhje. Mirësevgjem, Zoti shpërblet. Amin dhe juve. E përfunduam emisionin herës që shkoi me shejtanin dhe të shprehjen e urtë popullor që thamë është turp, kur dikush thotë do të vras me duart e tua. E thamë shejtani na vret me duart tona, mbas sytë që ka pasur. Nëse ka diçka që t'i kthehemi para se të fillojmë ke emisioni i sotshëm. Normalisht fillimisht falënderojmë Allahun e Madhuar për të mira që na i ka dhënë, lutem të na ruan nga sherrri i shejtanit dhe sherrri i veteve tona. Amin. Normalisht tema që ka të bëjë me shejtanin është një temë që nuk guxon të përfundon me një emision. E vërtet. Nga se është një temë që ngërthen në vetën e saj shumë tema të shumta, të rëndësishme, pika të nevojshme, të dobishme. Mirë po, mendoj që ne kemi synuar përmes një emisioni vetëm të ngrem një vedije të njerëzve, të zgjojmë tek ata atë kujdesin e kërkuar për ta trajtuar këtë armik ashtu sikur që duhet ta trajtojmë. Ndërsa ja a ka mbet diçka që thuhet, që s'është padyshim se është mbet shumë. Por vetëm duhet të them një gjë, ndoshta plotësim të asaj që nuk e kemi thënë në emisionin e kaluar. Shumë njerëz kur përmendet shejtani, sikur që e përmenda edhe në emisionin e kaluar, nuk e trajtojnë si armik, por fatkeqësisht nganjëherë i japin një farë lloj pushteti, një farë lloj fuqie shumë më të madhe se që e ka shejtani. Frikson për ti, në kuptimin e saj, mos për në devijon ai, i themi që shejtani nuk ka qasë të këti. Allahu Gjelle Wala ty të ka mbyllur, ti e hermetikisht i mbyllur për te. Edhe pse ka në hadith se ai qarkullan brenda njeriut, sikur e qarkullon gjaku, por kjo është qarkullim vëzhgimi, që s'ka pushtet, ai nuk mund të zgjat dorën dhe që të instalon në zemrën tënde një bindje dhe të largon tjetër. Nuk mund ta bën këtë. Prandaj përdesë ne nuk i hapim derën, nuk mund të futet tek ne. Nëse ne braktisim përmendjen e Allahut Azza wa Jall, jemi gaflet. Jemi në gaflet sikur se kemi cik të hutuar. Jemi duke shikuar në një anë ndërsa ai po na godit nga ana tjetër. Shpërfillim unat e Allahut Azza wa Jall. Nuk marrim parasysh mësimet e Allahut për këtë armik. Atër pa dushim se me gjitha këto ne po i hapim aty gjoksin ton, po i hapim zemrën ton, vetën ton dhe po i themi urdhëra armik bërë çfarë të duash. Kështu bën njeriu. Po njeriu i fortifikuar me përmendjen e Allahut Azza wa Jall, duke kërkuar ndihmën e Allahut që ta mbron nga sherrri i shejtanit, është e pamundshme. Prandaj një dietar thotë kështu, dhe me këtë përmbylli ato që kemi mbetën të kaluar, që mos t'i marrim pa dyshim minutat e këtij misioni të ri. Një dietar një ditë ishte ulur me nxënësit dhe u tha: "Dëshiroj t'ua bëj një provim tha, nxënësit e tij. Çfarë është ky provim?" Tha: "Në qoftë dua ta mas shkallësinë e juaj." Tha: "Në qoftë se jeni duke kaluar në për disa fusha. Dhe brefas do të shihni një tufë të madhe delesh të cilat po kullosin dhe është duke i ruajtur një qen i vështirë, normalisht ishte pritet të ballafaqohet me ujkun. Në vërtet. Dhe ju keni problem ta kaloni rrugën, nga se keni frikë se qeni vërsulet. Tha, më tregoni strategjinë që do e përdorni për të shpëtuar nga kafshimi i qenit, që të kaloni rrugën të sigurt. Dhe filluan nxënësit të japin propozime. Unë do bëja këtë, unë e atë, e kështu me radhë, por asnjëri nuk godiste atje ku po e kërkon arsimtari dhe profesori. Çfarë u tha? Tha, gjitha këto që ju po i përmend janë të mundimshme dhe të pasuksesshme.
a e dëshiron një rrugë të lehtë dhe të suksesshme? Thanë, po si ju, cila është? Tha, i thuani bariut që ta mban qenin të kalojmë rahat. Shumë thjesht, përdisa e ka të ka për qenin, ti i sigurt nga se zotëriu ti e ka për dorë. Tha edhe kështu në këtë dunja. Nuk mund të shpëtosh kushtave të shejtanit me mençurinë tënde, me shkallësinë tënde, me fuqinë tënde, nuk mundesh. Mënyra e vetme që mund të shpëtosh është t'i thua Zotit të ti, o Zot, kape sa të kaloj unë i qetë në këtë dunja. Po sa të kaloj këtë botë, pastaj Zoti kur e lëshon, nuk na bën dëm neve. Vërtet. Allahu na mëson gjithë ato. Ne kërkojmë nga Allahu që ta kapë këtë armik. Amin. Por duhet të kërkojmë me fjalët, me veprat, me shprehje që Zoti na ka mësuar që kur të ato ti bëjmë dhe ti themi Allahu e kap shejtanin dhe nuk e lën që të na bën neve ndonjë dëm të mundshëm. Allahu na mëson gjithë hoxh. Amin. Na ruaj prej trikave të tij. Sot do flasim për një pengesë tjetër, që janë njerëzit. Ne jemi njerëz, jetojmë mes tyre. Duam gjithmonë që ata mos bëhen pengesë, të paktën në rrugën tonë që kemi nisur rrugë drejt Allahut. Por bëhen pengesë. Bëhen pengesë për ne. Atë të futemi të trajtojmë njerëzit si pengesë në rrugën tonë drejt Allahut xhaleshano. Po. Allahu xhalla xhelaluhu e ka krijuar njeriu në qenie sociale, qenie që ka nevojë të shoqërohet me të tjerët, nuk mund të jetë i vetmuar. Dhe njeriu mund të ndërtosh një pallat shumë të bukur, me gjitha të mirat, por ti thuash do të mbetesh vet, nuk pranon. Më tepër e preferon dhe e pëlqen për vetën e tij të jeton në një kasull, por në gjinin familjar se i vetmuar në majët e malit atje. Nga sa është qenie e tillë, Allah e ka krijuar të tillë që kanë nevojë për shoqëri. Vërtet. A dhe në vazhdim gjatë historisë shohim që njerëzit kanë jetuar pranë njëri tjetrit. Dhe këta njerëz, do të thotë, kanë teke të posaçme, dëshire të posaçme, prirje që dallojnë mes vete, kuptim të ndryshëm apo e kështu me radhë. Disa janë më të mirë, e disa janë më të këqij. Disa kanë dëshirë të bëjnë mirë, e disa pëlqejnë që të bëjnë keq, e kështu me radhë. Dhe njeriu muslimani që është nisur drejt Allahu xhallahu ala jeton në këtë mes. Jo të gjithë njerëzit janë nisur në rrugën që është nisur ai. Vërtet. Jo të gjithë njerëzit besojnë në të njëjtat çështje që ai beson. Jo të gjithë njerëzit definojnë konceptet në mënyrën sikurse ai i definon. Dhe në këtë mënyrë ose në këtë rast ndodh që ky individ që është nisur ka Allahu xhallahu ala të ndeshet në disa udhkryqe me këta që nuk janë sikur sa ai. Vërtet. Dhe këta që ky ndeshet me ta, ndodh shpesh herë mos të jenë të largët me te, por të jenë të afër me të tij. Shumë të afërt. Shumë të afër me te. Në qoftë se një besimtar nuk e kupton këtë ndeshje si normale, kjo është kushti i parë. Dhe e dyta, nuk ka program të caktuar si duhet të sillet në mënyrën dhe në kohën e ndeshjes, atëherë do të pëson në këtë ndeshje komunikacioni. Do të pëson. E çka nuk kupton të pëson një udhëtar ka Allahu azza xal, nuk kupton të ndalet se hecuri ka Allahu. Nuk kupton të ndalet e udhëtimit ka Allahu xhallahu wala të zhvendoset në kund tjetër. Andaj njeriu nuk duhet të ketë gjithmonë mendim të mirë për shoqërinë. Në çfarë kuptimi mendim të mirë? Për shembull, po ky e din se ky është më i vjetër. Apo po këtë e din se gjithmonë ka qenë kështu. Po ti s'e ke vërtet që po thua ti do ta kishin edhe këta. Apo ky është mendim i mirë, i tepruar për shoqërinë që e dëmton udhëtarin ka Allahu azza wa jall. Dhe kjo ka qenë pika kryesore që kanë dështuar për shkak të kësaj edhe popujt e mëhershëm që kanë sjellë mbi kokat e tyre pastaj dënimin e Allahut azza wa jall. Allahu ka dërguar pejgamber. Dhe ky pejgamber ka qenë në udhkryq. Njerëzit kanë ecur lirshëm në një drejtim të caktuar. Ka ardhur pejgamberi dhe u ka thënë: "Këto si po e kapot një udhkryqin gabim është. Ka pasoja. Apo duhet që të ky udhkryq tashmë të orientohen në këtë rrugë, jo të vazhdojnë në këtë rrugë."
shumë për njerëzve e kanë konsideruar prezencën e këtij pejgamberi në mesin e udhkryqit si një faktor përçarës, si një faktor të dëmshëm për mbarvajtjen e udhëtimit të tyre. Andaj, me një fjalë e kanë refuzuar. Inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim lamuqtadun. Na i kemi gjetur baballarët tonë duke ecur kështu. Apo duke e mësuar këtë kahje. Dhe ne kemi vendosur gjurmëve të tyre të ecim. Allahu xhallahu ala në një ajet të thotë: po çfarë ndodh në qoftë se baballarët aty nuk kanë kuptuar? Ata kanë ecur nga se nuk kanë ditur ndryshe. S'ka udhëzuar kush. Nuk i ka udhëzuar kush, nëse juve ju e detyria. Dhe fatkeqësisht njerëzit preferojnë për vetën e tyre të ndjekin gjurmët e baballarëve, gjyshëve të tyre vetëm atëherë kur kërkohet nga ata të jekin dorë nga ndonjë interes i tyre personal. Ndërsa në momentin kur interesi i tyre personal i kësaj kohe, i kësaj bote të shkurtër garantohet në kundërshtimin e baballarëve, nuk hezitojnë asnjë çast ti kundërshtojnë, madje edhe ti etiketojnë si stereotipe, si klasike, të vjetra, të prapambetura e kështu me radhë. Që jap të kupton se ata që refuzojnë të vërtetën për shkak të traditës, nuk janë të sinqertë se e dojnë traditën, por e keqpërdorin traditën për teke dhe epsht e tyre. Nga se po të ishin të përkushtuar me traditën, atër ky përkushtim do të shtrije edhe në aspektet e tjera të jetës. Nuk do të pranojnë telefonin, e as makinën, apo e as internetin. Pse? Nga se po të ishte mjet i komunikimit i mirë telefoni, do të përdor të gjyshim. Këtu ka ndonjë dëm diçka që po zihet, apo që na nuk po e dim, për faktin që prindin tonë se kanë përdorur. A bën këtë ndokur sot? Ja. Askush. Absolutisht nuk e bën këtë askush. Andaj nga kjo e të kuptojmë se njerëzit që nuk janë të udhëzuar me udhëzimet e Allahu xhallahu ala përdorin standarde të dyfishta, madje të shumë fishta për të vlerësuar çka është e vërtetë e çka nuk është e vërtetë. Nganjëherë e vërtet absolute dhe pa kontestueshme është ajo që vjen nga një anë e caktuar e botës. Ndërsa nganjëherë e vërtet e pa kontestueshme është ajo që vjen nga ndonjë anë e caktuar e kohës, jo vendit, po e kohës. Nganjëherë e vërtet e pa kontestueshme është kur vjen nga një person i caktuar dhe orientohen varësisht nga interesi edhe ka koha edhe nga ana edhe nga personi se ku do ta marrë të vërtetën. E vërtet. Dhe në këtë rast njerëzit bëhen pengesa kryesore për të vazhduar njeriu rrugën ka Allahu azza xal. Besimtari që ka kuptuar drejt fenë Allahu xhalla xhelalu përmes udhëzimeve të Allahut azza xal, ai e din se deri cilën mos duhet të bashk udhëtoj me të afërmit e tij e ku duhet të thot atyre se unë tashmë po heci edhe në qofë se i vetmuar. Në qofë nuk din të menaxhan me këtë citat, atër ose do të izolohet së tepërmi, pa nevojë. Dhe ky izolim nga njerëzit do të ndikojë negativisht në fenë e tij, nga do të pranë ekstremizëm. E vërtet. Ekstremizëm. Të gjithë janë të këqin, të devijuar, unë i urrej, unë jam i miri. Dhe kjo padyshim shkakton probleme. Një ekstremizëm të dëmshëm për shoqërinë. Ose një integrim ekstrem, shkrirje, ku njeriu në këtë situatë ia dorëzon mendin e tij dikujt tjetër, që dikush tjetër të mendon për të, dikush tjetër të shkruan në zemër dia që duhet, ndërsa ai është i përcaktuar ta ndëgjën shoqërinë. Në dy raste kemi me ekstremizëm të dëmshëm. Kërkohet mesatarja. Problemi sot është më thënë edhe te këtyre njerëzve që e kuptojnë që kjo është e keqe në një shoqëri, për shembull, meqenëse ishim njerëz social, problemet sociale janë të mëdha sot. Janë aq të mëdha që janë futur thellë në eshtër, i themi, ne më thënë në kockë të njeriu, korrupsioni, më thënë gënjeshtra, vjedhja, gjitha me radhë. Prindi detyruar që shoqëria është në masë të tillë, mëson fëmijën e vet. Mëson fëmijën e vet se si të gënjej. Fatkeqësisht më them dhe si të vjedhë. Përballë kësaj, i gjejmë që fëmia nesër thotë, "Kshu gjeta babain tim." Edhe pse të dy janë koshient që kjo është e keqe. Po. Këtë trajtoj.
Kjo është një problem shumë serioz, që prindrit nuk janë të guximshëm. Nuk janë të guximshëm. E para dhe e dyta, janë shumë të ngushtë në aspektin e interesave. Gjithmonë shikojnë se apo ruhet ky interes dhe ai. Dhe përballë ruajtjes së disa interesave të ngushtë personal, janë në gjendje edhe të shkojnë deri në atë shkollë, saqë ta devijojnë në dëshmërinë e pastër të fëmijëve të tyre. Nga se nuk janë të gatshëm që për hir të fëmijëve të përballojnë presionin të shoqërisë. Në këtë rast kemi, domethënë, reflektime të ndryshme të ndikimit negativ të prindërve tek fëmijët. Po i përmend disa prej tyre. Prindja nëse gënjeshtra është e shëmtuar, nuk duhet fëmijët të gënjej. Por nganjëherë mëson të gënjej. E mëson prindi vetë të gënjej. Dikush i bie zilës, e kërkon babajin. Nuk dënë të takon babaj, ka probleme caktuara ku e di, dhe thot fëmijës së tij, thuaj nuk është baba këto. Po edukon që të gënjen. Fëmija nuk e kupton këtë si presion nga ana e babas, por e kupton si mësim, kështu duhet më usil. Se po të kuptoj si presion, është mirë, nga se në momentin kur nuk është në presion, nuk gënjen se pako. Apo, por ajo kupton se kështu duhet më usil. Ky mësim, do të qenë ka sarë, ti nuk ke dëshirë dikon me taku, thuaj nuk jam këtu. Dhe kjo ngulit tek fëmiu. Në shkollë, e mëson të gënjen, si ka bu detyrat. Thuj kam qenë i smur. Nuk e mëson fëmiu që të ballafaqohet me fajin e tij. Mësoj e fëmiun tënd të ballafaqohet, a nuk i ke bërë detyrat? Tregoj sinqerisht pse nuk e bërë të ballafaqohu. Të rraf, të përjashton nga mësimi, të jap njësh premioti. Ballafaqohu me pasojat e mëkatit tënd. Dhe në këtë rast nënës i dhimbset fëmiu. Po e di që keq, po apo i dhimbset. Dhe nga dhimbshmëria fatkeqësisht e devijon fëmijën e vet. Dhe tashmë fëmiu mësohet, do të thotë rregull në jetë. Sa herë rrezikosh, në kuptim të përballesh me pasojat e mëkatit tënd, a do shpëtim? Gënje. Mashtro. Keq është me mashtru, por kështu po shkon e tërë jeta. Të gjithë janë kështu. Disa të tjerë prind fatkeqësisht lëre që nuk janë të gatshëm të mësojnë fëmijët e tyre që të ballafaqohen me pasojat e mëkatit të tyre. Por disa prind fatkeqësisht nuk janë të gatshëm të ballafaqohen edhe me pasojat e mëkateve të veta. Dhe pastaj këtë jo gatishmëri të këtij ballafaqimi e derdhin mbi fëmijët e tyre me mllaf apo me presion, me shtypje e kështu me radhë. Për çfarë jam duke fol? Prindi duhet të edukon fëmijën e tij që të fal namaz. Duhet të edukon fëmijën e tij që të jetë i ndershëm. Duhet që ta edukon vajzën e tij që të mbuluar. Me këtë Allah i ka ngarkuar. Kështu Allahu xhalla wala i ka ngarkuar. Kur prind nuk e bën këtë, dhe tashmë fëmiu është rrit, ka kuptuar se është dashur që mati të fillon të falet, po nuk është nga ata që falet, fillon me u fal, po tash me ndikim të jashtëm. Dhe prindit fillon këtë i pengoj, jo për shkak të tij personalisht, apo për shkak të rrethit, i thojnë po ta manipulojnë djalin, vajzën po ta paguajnë, ku i ke sy, çfarë po bën ti, e kështu me radhë, dhe ai bëhet argat i shoqërisë për të ushtruar dhunë mbi djalin e vet, mbi vajzën e tij. Sa kemi sot vajza që të mbuluara ikin nga shtëpia. Fatkeqësisht, vajza që përjetojnë dhunë familjare, rrahin nga baballarët për të ikë shamin. Ndërsa, kur veshin fustanat të shkurtër, që baba e din, i digjet zemra nga mrena, se kjo vajzë e din ku shkon, po nuk guxon të thosë është keq për shkak se shoqëria është shpallë të prapambetur. Dhe nuk bëhet vetja e tij as në këtë rast, as në atë rast. Në dy rast është pion i shoqërisë, fatkeqësisht në dëm të familjes së tij, në dëm të edukimit të mirëfillt të familjes së tij. Dhe gjitha këto japën të kuptojnë
se sa pengesë e madhe mund të jetë shoqëria dhe njeriu për udhëtimin e njeriu te Allahu xhallahu ala, për fisnikrimin e shpirtit. Kjo është problem, është shumë problem, hoxh, sepse është bërë kjo keqe, më thënë tradit që e pengon atë të kthehet. Do të trajtojmë pastaj se si mundemi të luftojmë këtë rreth të madh, më thënë, të shoqërisë, ku është bërë tradit diçka dhe ti e di që është e keqe. Mirë kur nuk do, por ti e di dhe nuk e forcën e duhur për të shkuar ke e mira dhe për të lënë të keqe. Për të folur dhe për ilaçin, hoxh, se si mundemi thënë flasim dhe kthehemi mbas një pushimi të shkurtër dhe rikthehemi përsëri. Të nderuar miq, këtu shkëputim për një hapësirë të shkurtër dhe rikthehemi përsëri në studio. Të nderuar miq, kthehemi përsëri për të vazhduar bisedën tonë me Hoxhën e nderuar Enis Rama. Hoxh, ishim duke folur ke pjesa e presionit, para se kalojmë ke ajo që thosh Milaçi, po është një problem shumë i madh, mund ta quajmë një presion të madh që kemi ndoshta të medhhebit. Asush për nuk u shkundar medhhebit. Të kundrazi, ata janë të para tanë, të cilët u torturuan, mësuan, sakrifikuan dhe sollën kene këtë fe madhështore që ne jemi të fisnikëruar sot me këtë fe. Por kemi një abuzim në emër të medhhebit. Do dohet ne trajtojmë thënë shumë këndshëm për çdo kush që nuk e di këtë pjesë të abuzimit që mund të bëhet me medhhebin. Po, në kuadër të kësaj që jemi duke biseduar për te, do të që njeriu synon vazhdimisht ta fisnikron shpirtin e tij. Dhe padyshim se një pjesë të madhe të këtij fisnikrimi, apo një pjesë të madhe të këtij fisnikrimi e zë edhe pasimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka të bëjë me aspekti adhurimit, po flas. Të adhurimit kuptimit të ngushtë, namazit, agjerimit, zakatit, haxhit e kështu me radhë. Dhe përgjatë historisë, do të thotë janë përvjedh disa praktika që nuk kanë të bëjnë me medhhebin, aq më pak edhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por që janë mbështjellur me mbështjellje të sunetit apo me mbështjellje të medhhebit. Dhe njerëzit i kanë kuptuar si praktika të gatshme që nuk duhet refuzuar. Dhe në momentin kur vije dia që demaskon kët amballazhim falso të këtij veprimi me medhhebin, këtu jemi të udhkryqin, këtu ndeshemi. Dhe ata që e kanë marrë projekte këtë amballazhim thonë, kështu të kemi marrë nga të parët. Ne që 600 vite kështu bëjmë. Fjalori përdorën i njohur më herët. Këtu i thuhet që kjo dije që ne po e sillim është më e vjetër se ky amballazh. Në qoftë se është në pyetje vetërsia. Apo e vërtet. Në qoftë se jemi me vetërsi, kriter për të vlerësuar se kush e ka më drejt, atëherë padyshim se kur dikush ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që i ka 1400 vjet. Po. Kjo është më e vjetër e mundshme për neve. Po nuk është vjetërsia ajo që duhet të jetë vendimtare, por saktësia dhe burimi për nga po vije. Andaj tek ne fatkeqësisht, edhe në këtë drejtim mundohen që njerëzit për ta ndalë zhvillimin e rrezimit islam, mundohen ta ngulfatin me disa praktika, do të thotë që nuk janë të medhhebit, dhe çdo kush që sillet ndryshe ti thonë se është i ardhur nga jashtë, rrezikon shoqërinë. Për shembull, ne kemi një rrezim të pamohueshëm të islamit, të muslimanëve në trojet tona. Kudo që është Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, alhamdulillah. Vret në veçantë tek rinia. Vërtet. Vret për shembull në pamjen e tyre, në fjalorin e tyre, në preokupimet e tyre, në angazhimet e tyre, në çdo send vret se këta njerëz janë të ngjyrosur me ngjyrë fetare. Apo të thash me disa njerëz që kurrë në kurrës nuk janë mërzit për asnjë lloj ngjyrimi fetar. Madje kanë luftuar, tashmë i gjejmë të zëshëm dhe xhelaz se po rrezikohet Islami tradicional. Mundohen që përmes traditës, apo ta ngulfatin zhvillimin e mirëfill të rrezimit islam. Dhe kur pyeten për këtë traditë, çfarë nënkupton këtë traditë? Atëre është për çudi. Një traditë që askund në botë nuk quhet traditë. Traditë e vjetër 50 vjeçare, a ke dëgjuar ndonjëherë? Kaç është tradita tyre? Apo jetë gjatësia e traditës që ata e kërkojnë është 50 vjeçare.
nuk dëshirojnë asnjë vjet më herët, nga se u del ndrysh hesapi. Dëshirojnë tradit 50 vjeçare të kohës së Enverit, e Titos. Si kanë qenë muslimanë atë kohë? Kanë qenë të përzier. S'kan ditë dallojnë kush është musliman, kush jo musliman, kanë pi alkool të gjithë, kanë qenë komunistë të gjithë. Këso islami ata dëshirojnë. Një islam që nuk vendos kufi, nuk vendos rregullat e lojës, nuk dallon këtë pjati, nuk duhen këso islami ata. Dhe nuk gjejnë mënyrë tjetër për ta ngulfat këtë islam të mirëfill që po bën hapët, përveç se duke e shprehur se po rrezikohet islami tradicional. Nëse nëse dëshirojmë ta kuptojmë traditën tamam si kështu duhet, atë çdo gjë e hershme e lashtë. Është traditë. Nuk është 50 vjeçare. Dhe ne shohim se në traditën tonë kanë qenë të mbuluara, jo vetëm me mantel edhe me shami, po kanë pas fytyra të mbuluara. Atëherë nëse ky islam po rrezikohet, u urojmë atyre këtë xhelozi. Kështu abuzimi që bën duke akuzuar. Padyshim. Shohim për shembull pleqë të hershëm, hoxhallarët gjithë kanë pas mjekra, madje të gjata. Në shumë fotografi prezantuan muslimanët asaj me pantolla të shkurta. Pikërisht ato që sot dëshon të sulmojnë, i gjejmë tek tradita e hershme. Andaj këtu kemi gjithashtu një rrezikim nga njerëzit që po flasin për ta si pengesë e përhapjes së islamit të mirëfillt, si pengesë e zhdukjes së ignorancës dhe përhapjes së dijes. Musliman duhet të kenë një mëdhëp. Nuk mund të gjithë të marrin Kur'anin dhe të kuptojnë nga ai, është e pamundshme. Po kjo është rëndësishme. Shumica e muslimanëve duhet të jenë të orientuar nga një dietar. Kjo është e pamohueshme. Por nuk duhet dietarën ta shnojnë në pejgamber. Kjo është gabim. Që çdo gjë që ai thotë tjetë e pakontestueshme. Ne marrim për ti, po. Tek ne është i përhapur mëdhëbi Hanefi dhe nuk dëshirojmë ta çrrënjosim mëdhëbin Hanefi. Absolutisht. Kjo është më rëndësishme. Nuk dëshirojmë. Absolutisht. Larg asaj. Nuk ka tendenca për çrrënjosin e mëdhëbit Hanefi. Por ka tendenca për rënjosin e tij që duhet. Dhe si duhet. Andaj unë e kam përmend në disa raste. Në qoftë se imami jonë është Ebu Hanifja, atëherë ky imam nuk duhet të jetë imam për neve vetëm kur duhet ta pyesim në imamin si të marrim abdest dhe të falemi. Por duhet imam për neve në çdo aspekt. Shikoj Ebu Hanifja si ka qenë i kujdesshëm në halal për me ngrën. A jemi Hanefi tek ushqimi dhe tek puna? Apo shikoj Ebu Hanifa në namaz të natës, me një ajet është fal tër natën. Saqë ka është ardhur muezini në xhami ka pa mushafin të lagur nga lotët. A jemi edhe në devotshmëri Hanefi? Apo Ebu Hanifën e gjejmë që ka shpenzuar nga pasuria e tij maksimalisht. A jemi edhe në bujari Hanefi? Këtë Hanefizëm ne dëshirojmë. Të rrënjosën të gjitha porët e jetës. Por jo mëdhëp që ngulfat sunetin. Jo, por mëdhëp që e përhap sunetin. Këtu dallimi. Mëdhëp që na e bën të dashurin ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të dashur. Jo mëdhëp që na zaventson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me figura të tjera. Sikur se gjejmë të disa lëvizje për shembull e kemi tek Nurxhit. Ata e kanë zaventsuar tërësisht figurën e pejgamberit ose me Sejd Nursin. Andaj mbajnë mustaqe, pse Sejd Nursi ka mbajtur mustaqe. Nuk mbajnë mjekër, pse? Nga se Sejd Nursi nuk ka mbajtur mjekër. Po ka mbajtur pejgamberi sa mjekër, sa më rëndësi, Sejd Nursi nuk ka mbajtur mjekër. Kjo është pengesë në rrugë. Kjo është ta vendosësh njeriu në pengesë në rrugën tënde ka Allahu xhallahu ala. Nuk duhet njerëzit duhet të na ndihmojnë në këtë rrugë. Ebu Hanifja na ndihmon shumë në rrugën ka Allahu xhallahu ala. Andaj mos ta keq përdorim Ebu Hanifën, as Sejd Nursin, as atë tjetër mos ta keq përdorim. Dhe nga ndihmëtar ti shndrojmë në pengesa. Nuk bën kështu, nga sa ata vetë do të jenë armiqtë e tonë ditën e gjykimit, nëse i kemi shndruar nga ndihmëtar në pengesa. Për këtë arsye Ibn Qayyim rahimullah kur është pyetur për rolin e dietarëve, ka thënë kështu: "Paramendoj thot veten tënde, kjo është shembull më ilustrativ, më nuk gjen më." Thot Ibn Qayyim rahimullah: "Paramendoj veten tënde je nisur për në Mekë të bësh haxh. Dhe je nisur për para me deve në këmbë. Dhe thot, padyshim se rruga e gjatë, të bie shpesh herë të ndalesh për të falur namazin. Ti je nis për të qabja, synimit është qabja. Por ti
ke nevojë për gjatë rrugës të pyetësh banorët atij vendi, që në vendin shumë mirë, ti pyetësh ka është kibla. Ato të kibla është këtë drejtim dhe ti kthehesh në këtë drejtim. Vazhdon udhëtimin, pastaj i pyet ata ka është kibla, ato thonë në këtë drejtim. Dhe ti vazhdimisht pyet. Dhe askush, thotë Ibn Qayyim rahimullah, nuk ta merr për të madhe, nuk ta sheh për të madhe që ti po pyet ka është kibla, nga është normale është kjo, madje kjo obligim. Por për të madhe ta shohin njerëzit kur të futesh në borën e Qabës dhe kibla, Qabja para syve, ti pyetësh atëherë njerëzit ka është kibla. E kjo është e pa kuptueshme. Andaj përderisa nuk e shohim kiblen, argumentin nuk e shohim ne, nuk kemi të qartë, pyet, nuk prish punë. Por e ke të qartë argumentin para syve të tu. Është i qartë? Mos pyet. Atëherë kjo është kibla për ty që duhesh ka ai argument të drejtosh. Andaj ne jemi larg Qabës në shumë vende. Prandaj nuk mund të çrrënjosim rolin e dietarëve, është e pamundshme. Është vetvrasje për musliman të themi se nuk ju duhet Ebu Hanifja. Është krim ndaj tyre. Ndaj historisë islame, ndaj ulemave, ndaj gjithëve është krim. Tu thuhet muslimanët nuk u duhet Ebu Hanifja juve. Jo. Por edhe është krim tu thuhet se ju mjafton Ebu Hanifja. Shikoj këto dy ekstremizma? Mesatare është e kërkuar. Prandaj edhe në këtë situatë mund të bëjnë njerëzit pengesë për udhëtimin e njerëzve ka Allahu xhalla xhelalu. Lërtit apel, hoxh, për gjithë ata që thënë duan të jenë lërë të studiojnë, të studiojnë mirë figurën e dititarit mas. Si të ruhemi ose si një ilaç duke sjellë shembuj nga kaluarën, nga popujt e mbarshëm për të pasur ndriçim në rrugën tonë që mos na bëhen pengesë të njerëz. E para që na duhet si ilaç, po e quajmë ilaç ose rrugdalë ose quaj çfarë të duash, në këtë drejtim është dituria. Kur jemi ignorant, jemi në terr, jemi në errësirë. Dhe kur jemi në errësirë, sikurse e kemi përmend, apo kur të zgjat dorën një gjendje mjallon, shpresoj se ndoshta me të është. Dorso kur e ke llampën, do ke nevojë. Ti e ke llampën në dorë, po e sheh derën atje. Dhe dikush po thotë, ju nuk është atë dera, është këtu, te vrima e ndëgjon. Do të ndëgjon nga se ti po e sheh ka është. Andaj dituria është dritë. Na duhet dituri. Dituri e cila na ushqen me bindje. Jemi të bindur se e kemi mirë. Dhe jemi të bindur se vetëm duke ndjek këtë rrugë shpëtojmë. Jemi të bindur se nëse i përulemi keq përdorimeve në emër të traditës, e në emër të titujve, e në emër të autoriteteve, do të devijojmë. Jemi të bindur. Kjo është shumë vendimtare në këtë udhkryq na cakton se ka duhet shkuar. E para. E dyta. Të njihemi me rastet e së kaluarës. Nuk kemi në të vetmit. Madje kur ne shikojmë rastin ton, e gjejmë se jemi shumë të llastuar, apo jemi shumë të llastuar në kuptim të asaj me çfarë ka kaluar ata më herë të vëlla. Allahu flet për banorët e shpellës, djelmoshat të ri, braktisën, luksin, privilegjet, nga se ishin djem të njerëzve autoritativ, edhe ikën e ustruan në shpellë, pa perspektivë, pa ushqim, pa asgjë, për ta luftuar keq përdorimin e traditës. Apo për të ikur nga goditja me njerëzit që mos të bëjnë njerëz pengesë në rrugën ka Allahu xhallahu. Ikën për tyre. U larguan nga vendi tyre. Andaj sot për neve nuk po kërkohet të largohen nga vendi. Po kërkohet një kënaqëri që na musliman, të një bindje. Andaj kur lexosh rastet e tyre me lejen Allahu xhallahu ala, mbushet zemra jote ambicie, vullnet, guxim për të vazhduar përpara. Gjithashtu ajo që Zoti e përmend në surën Al-Buruj, ashabul ukhdud, pronarët e hendeqeve. Çfarë ndodhi atje? Ata hapën gropa të thella dhe ndezën zjarr të madh në atë grop dhe merrnin besimtar për besimtar dhe i thonin, apo beson në Allahun apo po beson se mbreti është Zoti? Thonin Allahun, e hodhnin në zjarr. Nëse më intereson të dinim kush ishte, më u bë shkak që ta hodhën në zjarr, për shumë prej tyre që nëse s'e kanë dëgjuar si histori. Është tregimi i gjatë që ka të bëjë me një djalosh.
i cili pari filloi që ti fton njerëz në rrugën e Allahu xhallahu ala, si pasojë mësimeve që i mori nga një njeri që e adhuronte Allahun xhallahu ala i fshirë në shpirt. Dhe me një situatë u dëshmua saktësia dhe vërtetësia e besimit të tij. Dhe posa u përhap kjo, njerëzit filluan të besojnë më të madh. Tentoi mbreti ta vriste disa arkë djalosh, po nuk pat mundësi nga sa Allahu xhallahu ala mbronte. Dhe sa që tentonte ta vriste, ai shpëtonte dhe shpëtimi i tij ndikonte që turma njerëzish të futen në fenë Allahu xhallahu ala. Derisa ky djalosh i thani ditë nuk mund të më vrasësh përse nëse më ndëgjon. Ta marrësh një shtizë prej shtizave të mia apo dhe harkun tim ta përdorësh. Dhe kur ta tërheqësh shtizën të thua me emrin e Allahut, Zotit të djaloshit. Përmendë emrin e Allahut do të më vërtetësh. U tubua njerëzit për të pa këtë pamje spektakolare, këtë ngjarje të madhe, dhe mbreti fillimisht hezitoi. Tërhequ harkun apo për të lëshuar shtizën, po nuk përmendi Allahun xhallahu ala, dështoi. Djali tha mos harro kushtin, nuk mundesh ndryshe. Atëre tha bismillah rabbil gulam, me emrin e Allahut, Zotit të djaloshit, e tërhequ do të thotë shigjetën dhe e lëshoi ndërtim të djaloshit dhe vdiq. Dikush thotë pas si në emrin të Allahut e vrau, ky djalë pranoi që të sakrifikohet, të vdes që të ngritet emri Allahu xhallahu ala. Dhe populli kuptoi se po të ishte ky Zot, ta vriste vet, u detyrua të përmendte emrin e një Zoti tjetër, që është ai Zoti, vërtet, që ta vriste këtë djalë. Dhe në masë të madhe popullata u fut në fenë Allahu xhallahu ala. E atë mbreti dëshoi të përdorte kartën e fundit për ta shpëtuar pushtetin dhe ndezi do të thotë kësolloj dënimesh, hapi gropa me zjarr të madh për të sbrapsur njerëz nga rruga Allahu xhallahu ala. Por të bërë pengesë ai me dënimin e tij, me traditën e tij, me pushtetin e tij, për të bërë pengesë për hapjen e fesë Allahu xhallahu ala. Po njerëzit pranojnë të bilin në zjarr e mos të kthehen në fenë e baballarët e tyre, ka se kuptuan se ishte gabim. Nga nisë nuk kërkohet një zgjedhje e tillë, ose nuk ke para këtyre dy zgjidhjeve, ose besim në Allahun ose hudhje në zjarr. Nuk kemi kështu ne. Alhamdulillah sot jemi në situatë shumë më të volitshme, më të mirë. Andaj besimtari kur lexon këto raste kupton se është turp të ankohesh, është turp të friksohesh, është turp të zbrapsesh, nga se atë që po e kërkon ti e kanë kërkuar edhe disa të tjerë, por me çmim shumë më të shtrejtë. E kanë paguar shumë më shtrejtë se që po e paguan ti sot. Andaj qëndra stabil në rrugën e Allahut azza xal. Andaj dituria e para dhe e dyta, njohja e shembujve të së kaluarës, ku prezantohet luftimi me të kaluarën, me traditën, me njerëzit për të mbjetuar besimin në Allahun xhalla xhelalu. Këta shembuj na ushqejnë neve me vetbesim, me bindje dhe këmbgulje dhe stabilitet në rrugën e Allahut të mënduar. Vërtetot, duke lutur Zotin na mundsoj me këto shembuj të mirë të marrim vërtet se shembull jetën tonë, duke mos qenë në këto lloj gjendje që kanë qenë të para tan, jemi më të qetë sot, domethënë për të ecur në rrugën drejt Allahut. Po alhamdulillah. Atëherë duke të falendëruar dhe lutur Zotin xhaleshanu të japë gjithë të mirat që ke qenë dhe je pjesë e ndriçimit të dijes në rrugën drejt Allahut. Allahu shpëlbej. Shkëputemi këtu duke përfunduar emisionin dhe duke lutur Zotin na mundsoj të vazhdojmë këtë rrugë me emisione të tjera. Të nderuar miq, shkëputemi dhe përfundojmë emisionin Rruga drejt Allahut për të takuar në emisionin e radhës. Deri atëherë, selam aleikum wa rahmatullah.